Qendra Kulturore e Vlorës e nis vitin 2026 me një kalendar plot aktivitete kulturore, historike dhe edukative. I gjithë muaji janar pritet të ketë ekspozita, dokumentar, shfaqje për fëmijë, por edhe takime dhe diskutime inspiruese. Në kalendarin e publikuar nga Qendra Kulturore e Vlorës janë të përfshira ekspozita me tematika të ndryshme, ashtu si kundër edhe dokumentar, por edhe përkujtimi i heronjve të popullit, do të zënë një vend të rëndësishëm, aktivitete përkujtimore këto me shkollat e qytetit dhe organizatën e veteranëve të Vlorës. Duke qenë se jemi edhe në muajin janar, një muaj ky që njihet si muaj historik, pritet që të çelet edhe një ekspozitë tematike kushtuar Gjergj Kastriot Skënderbeut, faqe e lavdis heroi ynë kombëtar në letërsi dhe histori. Dokumentar audioviziv që do të mbahet më datën 17 janar në Bibliotekën Publike Shefqet Musaraj të Vlorës, ndërsa 20 janari do të sjellë një aktivitet të brigadës së 5 sulmuese në përkujtim të saj, me një aktivitet organizuar nga Muzeu Historik dhe Etnografik, si dhe Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorës. Në 24 janar do të jetë Teatri i Kukullave të Qendrës Kulturore, ku në orën 11 do të shfaqet edhe ylli që ra në Kopësht. Më 24 janar do të përkujtohet lindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali, ku pritet të ketë një ekspozit mbi veprimtarinë e qeverisë së Vlorës dhe evidentimin e arsyeve të dorëheqjes. Në 24 janar po ashtu do të zhvillohet edhe një ekspozit në Muzeun Historik Etnografik nga Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorës. Kujtimet e një burri shteti mes librave dhe dokumentave do të jetë ekspozita tematike kushtuar Ismail Qemalit dhe misteri vdekjes së tij, po ashtu edhe një dokumentar audioviziv nga profesor Bardosh Gaçe më 24 janar në Bibliotekën Publike Shefqet Musaraj të Vlorës. Zëri i bibliotekës, Biblioteka Qendër Komunitare e Dijes dhe Informacionit, do të jetë një tjetër aktivitet, cikël takimesh i specialistëve të bibliotekës me shkollat e qytetit në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore dhe Bibliotekën Publike. Aktivitet që do të mbahet më 28 janar, ndërsa më 29 janar do të përkujtohen delegatët e Vlorës, pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës, nëpërmjet referimeve në shkolla, veprimtari të përditshme të muzeut dhe pritjen e vizitorëve. Në 29 janar në Muzeun Historik Etnografik të Qendrës Kulturore të Bashkisë së Vlorës do të mbahet ky aktivitet shumë i rëndësishëm, ndërsa në 30 janar do të zhvillohet një takim me nxënës dhe student të qytetit në këndin amerikan të Bibliotekës Publike. Po ashtu në 31 janar do të rikthehet ylli që ra në Kopësht, Teatri i Kukullave i Qendrës Kulturore të Bashkisë së Vlorës. I gjithë muaji janar do të jetë një muaj i ngjeshur me aktivitete nga Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorës, me ekspozita, dokumentar dhe shfaqje për fëmijë.